Faleminderit zoti kryetar, nderuar koleg deputet, fillimisht një përgjigje, megjithse çdo shqiptar e pa se kush është interesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste për fermerët shqiptar. Mocioni ishte për fermerët, doli këtu dhe foli vetëm 30 sekonda për fermerët. Dhe unë do shpjegoj arsyen pse Taulanti nuk flet dot për fondet e IPARD-it edhe për fermerët. Po fillimisht një sqarim për leksionin që na dha se si kemi hartuar kërkesën. Nuk kemi bërë as më shumë dhe as më pak. Kemi ndjek shembullin tuaj ku në datën 27/5/2024 ngritët të famshmin Komisioni Xhafa. Paraqitët kërkesë për mocion për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin, propozuat një rezolut dhe brenda asaj rezolute, zoti Xhafa ashtu dhe mund ta konfirmoj, propozonit ngritjen e një komisionit posaçëm. U zhvillua debati në seancë plenare, u votua rezoluta dhe më pas u votua ngritja e komisionit të posaçëm për mirëqeverisjen, antikorrupsionin e si e kishte emrin e gjatë, njohur ndryshe si Komisioni Xhafa. Ja ku është dokumenti. Që kështu dili këtu dhe thjesht shpjegoni që nuk doni të flisni pse Bashkimi Evropian na ka bllokuar fondet, miliona euro që shkojnë për fermerët shqiptar. Jemi i vetmi vend në Europë dhe në rajon që na janë bllokuar fondet, sepse kjo qeveri këtu ka vendosur të vjedh jo vetëm paratë e taksapaguzëve shqiptar, por dhe paratë e taksapaguzëve europian. E në fakt, qëllimi jonë nuk ishte të bënim politik me këtë çështje. Nuk donim bënim politik me këtë çështje. Po sigurisht, ju keni në dorë të refuzoni mocionin me debat. Dhe do refuzoni sot. Ju siguroj që brenda javës do të depozitojmë kërkesë për ngritur komision hetimor mbi këtë çështje. Sepse Taulant, ne do të verifikojmë se si babai i Suel Çelës mori paratë e fermerëve shqiptar. Në vend që një fermer i Elbasanit, dhe këtu ka deputet Elbasanit, ti merrte 250.000 euro për të financuar mundi dhe ndjersën e ti, nuk i mori fermeri Elbasanit. I mori babai i Suel Çelës, një njeri i shpallur në kërkim si kreu një organizate nga më të fuqishmet kriminale në Shqipëri. Dhe sigurisht, nuk doni që ne të flasim për këtë çështje. Ne nuk donim të bënim politik mbi këtë çështje, por si organi që ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes grantit, ne kemi për detyrë të reflektojmë, të diskutojmë, të nxjerrim dhe përgjegjësi se si besimi i institucioneve europiane, por dhe besimi i kuvendit ku ka ratifikuar marrëveshjen për fondet e programit IPA është shkelur nga qeveria. Janë bërë të dhëna publike se si drejtoresha juaj e AZBR-s, që më pas Edi Rama e ulin karrikën e ministrit të bujqësisë, shpërndante paratë nga fondet e IPARD-it për familjarët e vet. Në vend që t'i merrnin fermerët e Divjakës, Lushnjës, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, jo i merrte vllai, motra, kushërinjt, burri, kunati i Frida Krifcës, ministres tuaj të bujqësisë dhe drejtoreshës së AZBR-s. Në fakt, tu kam një listë të gjatë, po ta lexoj, nuk më dalin 10 minuta. Se si